Ajo çfarë është interesante që neve dua ta kuptojmë është që në çfarëdo lloj faze të jetës tonë që të jemi, ne do të kemi ato vujtjet tona, ne do të kemi ato dhimbjet tona. Por gjatë kësaj kohe, ne në një mënyrë apo një tjetër neve na jepet dhe mundësia e zgjedhjes, që të zgjedhim vujtjet tona, që të zgjedhim dhimbjet tona. Siç lexuam tek letra e Pjetrit te kapitulli 3, ishte pikërisht një lloj këshille, një lloj kujtese që Pjetri thot lexuesve të atëhershëm audiencës, unë besoj edhe që ju besoni që kjo letër është dhe për ne sot. Dhe ai thot, unë po ju shkruaj dhe kujtesës suaj. Dhe pikërisht te kjo letër, ai e mbyll në këtë varg të fundit, kapitulli 3 vargu 18, dhe thot, po rrituni në hirin dhe në njohjen e Zotit dhe të shpëtimtarit ton Jezu Krisht. Atij qoftë lavdia tani edhe përjetër. E pjesa e parë e thot, por rritun. Disa të tjerë edhe përkthime të tjera përkthejnë edhe rrituni në njohuri, që është një njohuri e përgjithshme, ndërsa neve kemi poshtë dhe kemi përkthyer në hirin dhe në njohjen e Zotit. Por nëse do të analizoni pak të pjesë, rrituni, si na thërret Zoti që të rritemi? Të rritemi fizikisht, të rritemi në vite, duan apo nuk duan neve, ne rritemi në vite. Këtë nuk e ndalojnë dot këtë lloj procesi jetë. Është një proces që do të vazhdojë derisa aq ditë sa na ka shkruar Zoti, na ka caktuar Zoti. Por në të njëjtën kohë, në këtë kohë që Zoti na ka caktuar neve, na ka caktuar që pikërisht të kjo pjesë, rrituni në njohuri. Neve jemi pikërisht në ditën e fundit të 2024, një lutje besoj që është edhe nga ju, por është edhe nga unë në të momente, lutem që neve kemi rritur disi me 2024 në njohuri me Zotin, në besim me Zotin, në marrëdhënien tonë me Zotin, në miqësinë me Zotin. Por është dhe lutja jon për vitin tjetër. Zoti na japi jetë e shëndet, ku ne të vazhdojmë të rritemi në hir me Zotin. Kur thuhet në hir me Zotin, fjala hir nuk kupton mëshirë. Nëse neve do të na thoshte të jemi më të hirshëm, të jemi më të duruar, të jemi sa më të dashur, nëse do të kujtoheni, siç u referuam dhe herën e kaluar tek letra e Galatasve, kapitulli 5 vargu 22, që na flet për frytin e frymës. Për këto gjëra Zoti na nxit neve së bashku. Është një kohë shumë e mirë që neve na mundsohet rritja. Pietri këtu tek ky kapitull po fliste gjithashtu edhe për kohën në disa vargje, edhe për kohën e gjykimit. Aty nga fundi tha, kur të vi koha, tha që të kaloj kjo botë, çdo gjë do të shpërbahet nëpërmjet zjarrit që do të ndiqet. Edhe bën një pyetje retorike që është shumë e rëndësishme për neve që të kujtojmë. Sa e përëndishme do të ishte sjellja jonë që të qëndrojmë në Zotin? Sa e përëndishme do të ishte sjellja jonë? Tani, siç e dim neve, jeta është interesante sepse më përpara të jep prodhimin, pastaj të jep mësim. Neve themi, për shembull, kemi Joelin që është në shkollë, Joeli merr mësimet e lëndës, pastaj e lajmëron mësuesja që këtë datë kemi provim. Pra ke një mundësi që ti të mësosh, të lexosh, të përgatitesh, nëse do, nëse ke nerv, nëse ke durim. Por ama
e di kur e ke provimin. Ndryshe nga neve sot, neve qëndrojmë përpara Perëndis duke pritur jo mësimin, po marrim provimin. Ose më mirë le të themi që edhe jeta jon ku neve përballemi sot është që ne duhet të dimë që nuk do të marrim mësim, por do të marrim një provim. Neve përsëri jemi ose jemi përballur me çështjen e vendimarrjes apo. Çfarë ndodh? Ndodh që kur neve marrim të, për shembull, lype sot vendosët që do shkoj në Kishë, apo do shkoj të adhuroj Zot. Mund të ketë penduar kështu edhe komandin vetëm as vetë, është fat. Pra, është neve përballemi me këtë lloj vendimari. Neve nuk e kuptojmë vendimet që neve marrim në moment, por ne do ta shikojmë më vonë. Se çfarë ndodh me këtë vendimarrjen tonë. Në sjelljet tona të përditshme me njerëzit tanë që na rrethojnë, si neve reagojmë me sjelljet e tyre ndaj nesh. Qofshin të mira, qofshin të liga. Pak më përpara po ndaja me Manun që nga një shok mësova ose ai ma solli në vëmendje me pak fjalë se pak a shumë një lloj vlere e kanë ato dhuratat. Ai po më thoshte që mund të kenë vlerën 20 deri në 30 euro një dhuratë. Pra Zoti ja t'ju sjell që në vëmendje se ndihem keq. Nuk e di këto t'ja vendos edhe pak në shpatullat e juaja. Perëndia shtin në zemrat e njerëzve të ndryshëm, besimtarëve të ndryshëm në botë, në këtë rastin tonë, që përgatisin dhurata edhe mblidhen të gjitha së bashku. Që në rastin tim, tonu, që shpërndam kisha ndau 300 dhurata, herë 30, 9.000. Pra Zoti më besoi mua me 9.000 euro dhe vendosi që ta shpërndajmë këtë 9.000 euro në 300 dhurata, në 300 fëmijë të ndryshëm, edhe me idenë, me qëllimin, do të ndajmë fjalën e Perëndisë apo jo. Por kjo nuk, le të themi në këto momente, ne nuk e patëm këtë lloj rezultati. Nuk dha. Tani, ju andava këtë, imagjinoni pra, Zoti të beson ty me këtë lloj të mire materiale, edhe dëshira e Perëndisë është që këto të shpërndahen dhe në mënyrë të perëndishme. Por Jezusi tha gjithashtu, kur dërgoi dishepujt e vet që të ungjillzonin, i tha, nisuni dhe ndani fjalën time, fjalën e Perëndisë. Gjeni shtëpinë e paqes. Domethënë njerëz që ju mirëpresin dhe njerëz që çfarë? Pranojnë fjalën e Zotit. Por do të ketë nga ata njerëz që mos mirënjohin. Zoti tha, shkoni shlurin e sandalles, domethënë përgjegjësia juaj mbaroi atë. Mos mirënjohja është një nga këto gjërat që njeriu e bën shumë pis. Siç mund të themi, mund të jetë gjëja një nga gjërat më të fllihura në sjelljen e njeriu. Edhe e bën atë të përçmuar në syrin e tjetrit. Por gjithashtu edhe në syrin e Perëndisë. Ndaj Zoti na thot, na thret neve vëmendjen dhe na thot, rrituni në hir, në mëshirë, në dashuri, në zemër, mirësi, edhe në durim. Edhe këto gjëra janë vështirë për tu, do ishte fjala e dur, për tu praktikuar të gjitha së bashku, sepse mi mund të tregohesh i herë në shitshëm, po jo gjithmonë. Për Zoti ynë është Zoti i mundësisë së dytë. Lexova një thënie që thoshte, në qoftë se jeta do të ishte drejt,
edhe Perëndia do t'ishte, ai është i drejtë, por do t'ishte i drejtë me gjithë secilin prej nesh, ne të gjithë do të meritonim kryqin. Ne këtë e dim apo jo? Në momentin që neve pranojmë Jezusin si shpëtimtarin ton dhe si larsin ton të mëkateve, le të themi. Ne e dim këtë gjë. Por Pietri na thot te kjo letër te kapitulli 3, tek letra e tij e dytë, dhe në fakt mendohet që kjo mund të jetë letra e fundit ose fjalët e fundit që Pietri ka shkruar, sepse mbas kësaj jo shumë gjatë, mbasi kisha e hershme mori letrën, Pietri u ekzekutua, u kryqëzua me kokë poshtë. Sepse ai nuk pranoi që të thoshte që Jezusi nuk është Zot. Pra, mos të deklaronte mos besimin e tij. Zoti përsëri po na thret neve që të rritemi në hir, në njohjen e Zotit. Dhe pyetja ime është, siç e thash që në fillim, lutja është që neve të jemi rritur këtë vit në njohje me Zotin. Ta njohim Zotin më shumë. Edhe unë bëj këtë pyetje, a jemi rritur ne në këtë lloj njohurie? Edhe çfarë është më e rëndësishmja është, a do ta braktisnit juve Zotin me kaq njohuri, me kaq dashuri sa Zoti ka dhënë me gjithë secilin prej nesh? A do ta braktisnim neve? A do të hiqnim neve dorë? Lutja dhe nxitja për gjithë secilin prej nesh është që të rritemi në hirin me Zot, të kuptojmë dashurinë, thellësinë e dashurisë që Perëndia ka treguar dhe tregon mbi gjithë secilin prej nesh. Edhe të kuptojmë se sa e rëndësishme është miqësia, marrëdhënia, nuk e di si mund ta përkufizojmë neve këtë me Zotin. Sa herë që kalon koha, çdo moment që kalon koha, ne duhet të jemi më të rritur në hir. Nuk duhet të qëndrojmë një kohë. Nuk është gjë e mirë për askënd, do të thoya. Sepse Perëndia dëshiron më të mirën për ne. Pietri e përshkruan shumë mirë te ky kapitull, Zoti thot, shiko, thot, Zoti dëshiron që të gjithë të vinë dhe të pendohen. Ne ndonjëherë në themi, po pse Zoti vonoi, pse nuk e ndeshkoi? Por Zoti dëshiron që të gjithë, sepse në një moment të ndryshëm ne mund të kemi qenë ose jemi njerëz që kemi lënduar dikë dhe meritojmë dëshkimin e Zotit, po përsëri Jezusi në kryq derdh gjakun e tij, edhe na pastron dhe deklaron përpara Atit që ky është i imi. Hebrejt thot, e përshkruan në këtë mënyrë, se sa herë neve mëkatojmë, neve po e kryqëzojmë Jezusin përsëri. E sa mund të thuash sa e dhimbshme, sa e frikshme është në të njëjtën kohë. Ne po e dërgojmë Jezusin në kryq përsëri, sepse kjo ndodh në momentin që në Testamentin e Vjetër kështu përshkruhet, se sa herë që ti mëkatoje, Zoti të kërkonte që të shkoje dhe të ofroje një sakrificë. Të derdhje gjakun e një kafshë në mënyrë që Zoti të pranonte ty. Prandaj është shumë e rëndësishme për neve sot. Unë lutem dhe do të jetë një nga kërkesat tona për lutje në vazhdim, që neve të rritemi në hirin dhe në njohjen e Zotit. Që të jemi të denjë që të quhemi bijtë e tij. Jo për shkakun tonë, po për shkakun e Krishtit, por gjithashtu edhe neve ta meritojmë këtë. Nuk e di, ka siç janë këto konkurse të ndryshme që që e përshkruajnë këta, ja rëndeu stafetën, ja mori kupën, ju kalua dikujt tjetër sepse ai nuk e meritonte. Që nuk arriti arritjet e mëparshme ose akoma më shumë. Edhe neve duhet t'i meritojmë këto me sjelljen tonë, sepse Zoti megjithmonë
na mëshiron edhe na pastron, për në të njëjtën kohë edhe ne duhet të bëjmë pjesën tonë, të qëndrojmë në Zot. Paqja dhe hiri Perëndis qoftë me gjithë secilin prej nesh, se Zoti na dhënë paqe edhe na dhënë këto, si të thëvash, dëshirën, vullnetin, nxitjen që mund kemi për veten tonë edhe për të tjerë, të kërkuar Zotin dhe hirin e Tij.